30 ditor. Rrallë ndjek me pamje vizive nga kryeministri Niki Rama. Ai pas kërkisht thënë në konferencën vjetore, kur i ulur se ka problemet mëdha shëndetësore, nuk i do të në këmbë, të pretendon të drejtojë një vend, se është krenar për akshën. Krenar, por si ata mbrapa pallateve në Vlorë. Asnjë ndryshim. Është një shprehje hungareze, kur je krenar, por je si ata prapa pallateve në Vlorë. Departamenti Amerikan i Shtetit, mbas aktit të demokracisë dhe prosperitetit për Ballkanin Perëndimor, ka një detyrim brenda 90 ditësh nga akti, pra në javët e para të janarit, presidenti në mënyrë të detyrueshme do të marrë sanksione ndaj niveleve të larta të politikanëve dhe rrjeteve të tyre financiare. Në Shqipëri është e përcaktuar se do të ketë një mbikëqyrje dhe non grata pikërisht për energjetikën, për prokurimet, tenderat dhe për IT-t, pra për akshin. Natyrisht që ligji, akti u fut në mënyrë tinzare tek ligji vjetor i buxhetit, por kur kalon me ligj dhe firmoset nga presidenti, ka detyrime. Sekretari Rubio ka të drejtë të mos jetë më me mec, të fillojë të flasë, të mbajë qëndrime, dhe të mos duket si nul dhe të tregoj se ka realisht forcë. Sinjalet janë. Kaloshi është FBI shqiptare, hetuesit e Byros së Hetimeve, është diplomuar në Akademinë e FBI dhe lajmi u dha nga ambasada shqiptare sot. Pikrisht mbas atij çasti kur Rama u ndje krenar, por si ata prapa pallateve në Vlorë. Përmend 83 kopilat e djellësës dhe përmend 83 mandate. 70 i ke zotri, 13 janë nul. Ka vjedhur Lubia me fjerë. Deri këtu. Si nuk që nga në prova 16 faqe, 16.000 faqe dosjet Lubis, është dy fishki i faqeve dosjes tënde me McGonigal. Do të trasin spak, mos u habit. Në qoftë do të guxosh në janar të vish për vizitë private me ëndrat për të bërë plazh afër Maralagos me dështakun diplomatik Kushner, gabon rënd. Gabon rënd sepse ti e di kur në JFK të ka ndaluar mbi një orë agent FBI-t. Me imunitetin diplomatik mund mos ndaloje. Pate frikë dhe ndaloje. Çfarë ke thënë? Ke shitur McGonigal, ke shitur Nezen, Duçkën, pra ke dhënë informacion? Përvo dhe eja përsëri. Dhe mos u hiq krenar, por si ata prapa pallateve në Vlorë, sepse ti e friksuar. Kishte 4 ditë që nuk i hapni telefonat vlonjatëve që të kanë votuar ty si deputet. Aq shumë të merrove sa me avion, me dikë që ka dështuar një kompani, solle pasheta YouTube për të mbyllur avarinë. E kupton ku e ke katandisur Shqipërinë, duke futur patronazhista, të cilët nuk saldojnë dot një tubacion ujë dhe presin që të vi nga Turqia, përsëri do të kesh avari. Por ato 4 ditë nuk janë 4, kanë qenë shumë se 10 ditë. Bie poshtë ajo teoria që ti je misionari si Davidi për të futur Shqipërinë bëhe. Ti je me fat. Ti je me fat se edhe shqiptarët janë friksuar. Sepse ke ndërtuar një sistem që njerëzit të jenë thjesht për mbijetesë, me rroga minimale,
dhe me atë shprehjen e famshme ka edhe më keq. Ty duhet të kishin shkulur me thonjë nga bunkerët e përbindshëm ndërtuan Surrel mbi rrënjë korrupsionit të madh. Edhe dje thash, partia yte, dikur Parti Komuniste, të cilës janë ndëremrin Stalini, e bëri parti punëtore, dhe tutori jot, ai që të gjeti me thonjë të paprerën në Paris, e ktheu socialiste, bekimin e madh në Xhelil Gjonit, Ismail Leshit, Ramizalis. Po kjo parti është drejtuar nga gratë e liderëve, të cilat kanë qenë të rekrutuara me një pushtet dhe me një luftë të madhe. E njëjta gjë ndodh në Shqipëri. Metën e rrëzoi bashkëshortja. Veliajn gjithashtu. Edhe ti nuk bën dot përjashtim. Ndërkohë që luaje me letrat e Rothschildit, duke dashur të fusje në Grac çiftin e llastuar Kushner, dyshja e Republikës tënde shkruante parathënien e një figure lëtyr këtu të Kamalës. Do t'ika i nga Sazani, sepse do t'jetë merruar në qoftë se ka parë ose lexuar se ti e krenar njësoj si ata prapa pallateve të Vlorës. Imagjino si kur Lubia të thith gjithë ujin për Sazanin, se çfarë ndodh me ata prapa pallateve të Vlorës. Ti duket sikur je i qetë, por në fakt je i friksuar. E ke ndërtuar të gjithën tek oborri i Donit. Dhe ke shitur iden që nuk më prek se unë kam bler Kushnerin, Ivankën, Donion Junior, Gay Ngrinell. Përgjigjen nda dhaj Kurti. Grinell është i shantazhuar nga Moska. E kanë të filmuar. Ndërse ty të ka filmuar Agasi. Dhe këto i ka FBI shqiptare. Prallat se ke bler Kushnerin, se do vish në janar, se mund vish të mëngjes i lutjeve në shkurt, bien, sepse Spaku po afrohet Surrelit, familjarëve të tu, dhe ka shumë mundësi që edhe ti edhe Vučić t'jeni në rrjetën e nëngradave financiare, sepse ju a din pastrimin e milionave. Këta din çdo gjë. Zhduken e 58 milion dollar një ditë pasi dyshja e çiftit modern Ceaușescu të Shqipërisë u largua nga Api Bank. Investimet e fsheta këtu, deri në New York, në borët e tij. Dhe aksionet e fsheta të oligarkët, të cilët emrin kanë, por në shumë prej tyre ti aksionar. Follow the money, është e thjeshtë. Kërkon të mbrosh mbalukun. Unë e kuptoj. Sepse ti ke frikë që dumana do të vinë në zyrën tënde, në mos kanë ardhur. Nuk e heq do të peshën e Meganit. Dhe këtë korrupsion galopant ku të paktën 30 miliard dollar janë vjedhura nga 10 ditët e fundit. Ti mund të kesh 83 dhe vërtet. Piu lëngut, në qoftë se ti do të jesh nën grada dhe nën pranga. PS-ja meriton drejtim ndryshe. Shqipëria gjithashtu. Shqiptarët mund të jenë friksuar, nuk dalin protestë, por i friksuar i global je ti. 4 ditë mjaftuan dhe u terrorizove nga ata që dalin prapa pallateve në Vlorë për të bërë ty krenar. Dhe ndihmën e more nga Turqia. Se ti syt nuk i ke nga perëndimi, nga lindja. Ti je vazhdues i jetrave shpirtëror të asaj partie kriminale. Dhe vazhdon ti je krenar si ata prapa pallateve në Vlorë. Si mund mbrosh action kur thuhet qartë
në paktin e ri që do të mbikëqyret ky sektor dhe energjetika tenderat. Pra, SPAK nuk është thjesht për luftën kundër drogës, nga ata që vinë nga Ekuadori dhe përdorin Shqipërinë, por është ndajteje si korrupsion. Nuk është rastësi që në median amerikane të thonë si Noriega, shef mafios, dhe sulmohesh në mënyrë të koordinuar. Rubio ka të drejtë mos jetë më mec. Departamenti Amerikan i Shtetit është detyruar me ligj këtë radhë të nisë një iniciativë dhe është mandatore detyrueshme për presidentin non grata për politikarët dhe sferave të larta dhe rrjeteve të tyre financiare. Pra dhe thesari. Ja kam thënë, është lista e zezë e presidentit, sankcionet e thesarit, non gratat e departamentit. Diplomacia amerikane vuan sepse janë në 90 postet zbrapsta ambasadorësh, ndërkohë që ka shkarkuar dhe 30 tjerë. Trump kërkon të mbyllë vitin me politikë në jashtme. Nuk e ndihmon as pak për zgjedhjet e mes mandatit. Amerikanët nuk e kanë votuar as për Ukrainën, as për Gazën. Pra, sot Zelenskin, nesër Netanyahu, kur do merresh me Amerikën, a e shtyu perëndimin e një vetvrasje e Ukrainën në përballjen me Rusinë? Sekretari Pompeo ndje në kanalin më ultra djath, por propagandistik Fox News, nuk shikon me i paqe të vendoset. Edhe pse Trump, thot ai, tha që 90% kemi rënë dakord, ai 10% që është vendi i helmët i Putinit. Putini kërkon maksimumin, thot Pompeo. Putin nuk do kur dhe nuk do të lejoj trupat europiane në kufijtë e tij. Dhe ato toka që ka marrë nuk i lëshon kur. Trump vazhdon me idenë që edhe mund të kemi paqe, edhe mund mos kemi. Në ekuacion është dhe kompleksi industrial ushtarak. Fillimisht u tha se kjo luftë do të mbaronte me 2 javë. Kanë kaluar 4 vjet. Mos i duket a bit shkojë 10 si në Afganistan. Sepse mendjet ndritura do të donin një Rusi të dobësuar, sepse për Ukrainën amerikanët shumica nuk e dinë ku bien hartë. Ti jeni realist. Dje ka patur lojra ushtarake Kina me fishek real rreth Taiwanit. Kina pret. Në qoftë se do të falet Ukraina, Kina do të guxojë të shkojë në Taiwan ta marrë, edhe pse thotë deri në 2027 do ta zgjidhin. Rendi botror duket se po shkundet, por Trump ka marrë kontrollin e hemisferës perëndimore. Me aktin për Ballkanin perëndimor, për demokraci dhe prosperitet, duket se Kongresi kërkon që Trump të mos largohet nga Ballkani perëndimor. Do apo s'do, o borri rreth tij, të paguarit nga serbët, ligji detyron të jetë i ashpër ndaj tyre. Provë për Rubio. Rubio mund mos jetë në mes. Rama mund të vazhdojë të jetë krenar, si e tha prapa pallateve në Vlorë. Viti i ri është me shumë surpriza për të, sepse ligji është i detyrueshëm të vendosën sanksione. Dhe natyrisht amerikanët do të merren me ato vende që janë NATO, më shumë se sa me Serbinë, me të cilat do të cilën mbase si dhe me Dodik, sepse ligji i ri i jep drejt presidentit të vendosë sanksione për të t'i heqë. Kjo është dëshira e Trump. Kongresi ka vendosur që në seancët e para të vitit që vjen të shkurtoj shumë nga fuqitë e urdhrave ekzekutiv të presidentit. Vetë Kongresi me dëshirë ja ka dhënë presidentit shumë nga këto fuqi. Ka ardhur koha të mbarë prapsht. Edhe njëherë, Rama hiqet si krenar, por si ata mbrapa pallatet në Vlorë. Rama është i friksuar. E keqja ka vetëm një emër, Edvin Rama.
Partia e tij nuk ka se si të shpëtoj mallkimit hershëm që gratë e udhëheqësve të mëdhenj marksist-leninistë atëherë dhe sot liderëve global me babzin ku sa arrin do t'ju haj kokën. Ky vit, edhe pse ai thot kam 83 deputet, mund ta çojë edhe me 40. Dhe nuk ka rëndësi. FBI shqiptare po shkon drejt Surrelit. Jo vonë dhe të zyra e tij. Unë them se e kanë thritur për Meganiku. Ju thoni atje që do ta thrasin. E ja provo. Vizito Amerikën, zotëri. Do të përballesh me surpriza. Ose do të na surprizosh ti, nëse ke futur në xhep. Mbretin e allazhverisheve, Kushner. Let's see. Kudo në Shqipëri.